Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt, por bojkotimin që deputetët e pushtetit po a bëjnë seancave të thirrura nga opozita dhe çështjen e dialogut. Pas pak flasim me deputetin e lëvizjes vetëvendosje Vendenis Lau. Gjatë orës vijuese ju sjellim edhe lajme të tjera të ditës nga vendi, rajoni dhe bota. NATO-ja ka vlerësuar se aktualisht në Kosovë vazhdojnë tensionet dhe situata e sigurisë është e paqëndrueshme. Në një përgjigje për televizionin 21, Aleanca Veriatlantike tha se për antarësimin e Kosovës në NATO ose në programin e partneritetit për paqe kërkohet konsensus nga 32 shtetet anëtare të kësaj aleance. KFOR-i vazhdon të zbatoj mandatin e tij të gjatë të Kombeve të Bashkuara bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm dhe në lirinë e lëvizjes për gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme, duke vepruar si siguria e tretë në reagim në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe misionin e sundimit të ligjit të BE-s, të cilat janë përkatësisht përgjegjëset e para dhe të dyta për sigurinë. Aktualisht vazhdojnë tensionet dhe paqëndrueshmëria, veçanërisht në veriun e Kosovës, duke kërkuar një rritje të trupave të KFOR-it që nga maji i vitit të kaluar. NATO ka një politikë të dyerve të hapura, por antarësimi në NATO ose në programin e partneritetit për paqe të NATO-s kërkon konsensus nga të 32 aleatët dhe nuk ka pasur zhvillime në këtë drejtim. Ne inkurajojmë institucionet në Kosovë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun e lehtësuar nga BE-ja për të ndihmuar në konsolidimin e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili së fundmi u pa në Rusi në samitin e BRICS-it, ka përgatitur një raport rreth situatës në veri të Kosovës. Në raportin e tij të rregullt, i cili do të diskutohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s më 30 tetor, ai ka vlerësuar se situata e sigurisë në Kosovë është e tensionuar me mundësi përshkallëzimi. Siç raportohet ai në raportin që do ta paraqes, ka deklaruar se veprimet e njëanshme si mbyllja e institucioneve të financuara nga Beogradi, kufizimi i qarkullimit të mallrave dhe vendimi për hapjen e urës mbi Ibër rrisin tensionet. Atmosfera në veri të Kosovës është ende tensionuar me mundësinë e përshkallëzimit, vojthirrje të gjitha palëve që të angazhohen për dialog me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe të zbatojnë plotësisht marrëveshjet ekzistuese, thuhet në raportin e rregullt 6 mujor për gjendjen në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci gjatë vizitës zyrtare në Turqi zhvilloi disa takime me drejtuesit e Agjencisë Industrisë Mbrojtjes të Republikës së Turqisë, si dhe me prodhues të sistemeve ushtarake, me disa prej cilave janë prokuruar sisteme të armatimit me pajisje të ndryshme ushtarake. Në këto takime ajo njoh dhe u informua me inovacionet e fundit në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe të mbrojtjes së hapësirës ajrore. Me këtë rast, ministri theksoi se prodhuesit e sistemeve të armatimit nga Turqia kanë qenë dhe do t'jenë ndër adresat shtetërore më të shpeshta të blerjeve të armatimit nga Republika e Kosovës, sepse Kosova dhe Turqia janë aleat dhe partner strategjik për mbrojtjen e sigurisë dhe për qëndrueshmërinë e paqes, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës. Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit për mos prezencën e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në seancat e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, të thirrura nga opozita, çështjen e dialogut dhe kërkesën e SBA-s dhe BE-s për dërgimin e draftit të asociacionit në kushtetuese. Flasim me deputetin e lëvizjes vetëvendosje Vendenis Lau, cilin e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje zoti Lau, falenderoj fillimisht për gatishmërinë për të bashkëbiseduar me ne. Përshëndetje për shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Zoti Lau, dje u mbajt edhe një seancë jashtëzakonshme me Kuvendit të Kosovës, e thirrur nga LDK-ja, në cilën u diskutua, siç u tha, për skandale të shumta në KEK. Pse bojkotuat këtë seancë? Nuk do të thoja se është bojkotuar, për shkak se nuk është se
kemi shprehë ndonjë pakënaqësi me thirrjen e asaj seance ose seancave tjera të cilat janë thirrur. Më shumë do thoya është mos pjesëmarrje për shkak të vlerësimit se këto seanca të cilat po thirrën tashmë janë seanca të cilat po thirrën për disa tema të cilat janë diskutuar shumë herë, janë diskutuar gjëre gjatë në seancat e kaluara. Pra nuk janë tema të reja të cilat do të kërkonin ndoshta edhe një diskutim të ri, dhe më shumë janë agjende elektorale e opozitës, do të thoya, se sa realisht tema të cilat vërtet janë me interes për publikun, për të diskutuar, për të ballafaquar. Ne si deputet kuvendit e kemi agjenden legislative, për cilën jemi dakorduar, dhe në këtë kontekst do të thoya që nuk është duke u bojkotuar kuvendi ose nuk është duke mos u mbajtur seancat, por realisht është agjenda legislative e cila është parsore për ne deputetët. Dje në seancën e kuvendit kishte akuzat shumëta që u adresuan ndaj qeverisë dhe vetëvendosjes për ndërhyrjet në KEK. Dhe opozita po ju akuzon se po i friksoni ballafaqimit me ta në kuvend. Unë nuk besoj se kjo ka të bëjë me friksim nga ballafaqimi, sepse ne kemi dëshmuar disa herë edhe për temat për cilat ata kanë thirrur këto seanca se jemi të gatshëm të ballafaqohemi. Nuk konsideroj se ka risi në këto tema. Mendoj se debati për to, realisht debati real i dobishëm, i domosdoshëm është ezauruar që goxha një kohë, sepse janë hedhur argumentet si nga ana opozitës, si nga ana jonë kundër argumentet, dhe ballafaqimi ka ndodhur disa herë. Mendoj se nuk ka risi pra në këto debatet të cilat ata po i thrasin, përveç zhvillime që kanë ndodhur prej asaj kohës kur ne kemi debatuar, të cilat vetëse i dobësojnë argumentet e tyre, pra i dobësojnë argumentet të cilat dhe pretendimet të cilat kanë qenë atë kohë. Pra po them, ne kemi agjendën legislative sepse konsideroj që kjo është realisht është agjendë elektorale e opozitës, dhe nuk mendoj se kuvendi është arena duhur që në mënyrë kaq të shprehur të ecet me agjendë elektorale, kur e dim se agjenda legislative e cila është dakorduar janë marrëveshje ndërkombëtare të cilat presin për votim, dhe kujtojmë se opozita ka deklaruar edhe në kuvend se nuk do të votoj asnjë marrëveshje ndërkombëtare. Mendoj se kjo është realisht tema, është pra ikja e opozitës nga ballafaqimi, ikja e opozitës nga agjenda legislative për cilën jemi dakorduar, dhe mos mbështetja e projektligjeve për marrëveshje ndërkombëtare të cilat duhet kalojnë me shumicë absolute të votave, për cilat është nevojshme dhe domosdoshme edhe vota dhe prania e opozitës. Seanca e djeshme jashtëzakonshme ishte 4-ta me radhë, e thirrur nga opozita, në cilën ju si deputet të pushtetit nuk morët pjesë. Por edhe nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, po vlerësojnë se ju me këtë mos pjesëmarrje, që po i bëni këtyre seancave të jashtëzakonshme, po shkelni besimin e qytetarëve, detyrave dhe përgjegjësive si deputet të kuvendit. Sa i përket seancave dhe mbarvajtjes së punës së kuvendit të Republikës së Kosovës, unë mendoj se sigurisht se pjesëmarrja në seanca, votime në seanca, votimet në ligje, projekt ligje të cilat paraqiten në kuvend është edhe obligim i deputetëve të kuvendit, dhe sigurisht avancimi i agjendës legislative të dakorduar është duhet jetë parsor për të gjithë deputetët e kuvendit. Nuk mendoj se jemi duke shkelur besimin e qytetarëve, për shkak se ne jemi të gatshëm secilën herë që të mbajmë seancat të cilat vërtet kanë një përmbajtje në të, dhe në të cilat avancohet edhe agjenda legislative pra e kuvendit dhe projektligje të cilat janë në dobi të qytetarëve. Prandaj duke qenë kështu, mendoj se nuk ka hapësirë për një konstatim të tillë, sepse ne jemi të gatshëm dhe kuvendi së shpejti do të mblidhet. Ne kemi nga seancat e kaluara dhe më shumë se 30 pika të mbetura të cilat shumica janë diskutuar dhe duan votim, përfshirë këto dhe marrëveshje ndërkombëtare. Besoj që shumë shpejt do të mbledhet kuvendi për të vazhduar me agjendën legislative.
Mirë, do të flasim tani për çështjen e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Dje u mbajt takimi i radhës në nivel kryenegociatorësh. Zëvendës kryeministri Bislimi tha se nuk u arrit përparim për shkak se pala serbe nuk ishte e gatshme të zbatojë në tërësi marrëveshjen e Brukselit, por siç tha ai, ato çfarë i konvenon në Serbisë. Ju si e pat këtë rundë të dialogut? Të drejtën, ky ishte një takim nga i cili nuk kisha pritshmëri shumë, pra pritshmëritë e mia ishin relativisht të vogla. Kjo dhe për shkak se kemi parë sjelljen jo konstruktive të Serbisë që një kohë, dhe mos harrojmë se vim pas një situate ku jo shumë kohë më parë, pra kemi një letër të dërguar nga kryeministja e Serbisë, zonja Bernabić, ku tërhiqet nga marrëveshja bazike Bruxelli dhe aneksi i Ohrit. Dhe pastaj kemi edhe sulmin terrorist në Banjë, këto janë këto dy veprime ngjarje të mëdha, të cilat sigurisht se kanë dëmtuar frymën e dialogut dhe kanë treguar edhe një herë mungesën e plot të konstruktivitetit të Serbisë kur bëhet fjalë për dialogun, arritjen e një marrëveshje finale dhe avancimin në rrugën drejt BE-s. Pra, kjo mbledhje e cila pra nuk solli diçka të rëndësishme, mendoj se është më shumë kontinuitet i sjelljeve jo konstruktive të Serbisë sa ndonjë befasi. Qartë që Serbia nuk ka vullnet ta zbatojë marrëveshjen, por nga kjo situatë e stagnimit të dialogut, po Kosova e cila nuk po mund të lëvizë përpara në proceset integruese dhe në antarësimin në organizata ndërkombëtare. Cila është strategjia e juaj si pushtet për ta nxjerrë Kosovën nga kjo blokadë? Është e vërtetë se për shkak të mos ecjes së dialogut, pra ngecja në procesin e dialogut është e ngadalson agjendën evropiane. Sigurisht Kosova është e gatshme që të bëj atë që duhet dhe atë që i takon për të ecur përpara, pra Kosova është konstruktive në këtë kontekst. Por nuk duhet harrojmë se ky është megjithatë është një problem multifaktorial, pra ka disa faktorë të cilët realisht ndikojnë edhe duhet të ndikojnë në zgjidhjen e ngërçit, i cili megjithatë është krijuar, besojnë dhe mendojnë se është për fajin e Serbisë dhe më të gatishmërisë së saj për të ecur përpara, pra bën dy hapa prova për të bërë një përpara, krejt kjo si përpjekje saj për të ngandalsuar këtë proces. Pra po them prap, Kosova ka bërë dhe bën atë që i takon, atë që është brenda mundësive të saj, por megjithatë kjo është më e komplikuar se sa kaq dhe kërkon ndërhyrje të faktorëve të tjerë, pra edhe të mediatorëve të dialogut, të cilët mendoj se duhet të bëjnë presion të shtuar ndaj Serbisë në mënyrë që të ecin përpara. Por nga SBA dhe BE-ja nuk po shihet vetëm Serbia si bllokuese e procesit, por edhe Kosova. Zyrtari i lartë amerikan gjatë vizitës së tij në Kosovë këtë javë kërkoi nga Kosova që ta dërgojë sa më parë draftin e asociacionit në kushtetuese në mënyrë që ta zhbllokojë rrugën e saj integruese. A do ta dërgoni draftin e BE-s në kushtetuese, a do ta hartoni një draft të ri, apo si do të veproni? Mendoj se është e rëndësishme të kemi parasysh edhe një herë se procesi i dialogut ka ngjesur për shkak se Serbia realisht është sprapsur nga marrëveshja e Brukselit. Pra nuk duhet të harrojmë se ne kemi një marrëveshje të Brukselit, një marrëveshje të dakorduar me aneksin e saj të Ohrit, e cila sqaron shtron rrugën për të ecur para. Në këtë kontekst, Serbia është interesuar të zbatojë disa pika të cilat janë në interes të saj të zbatojë, pra të bëjë një zbatim parcial të marrëveshjes arritur, por kjo mendoj se nuk është e drejtë dhe as nuk është e mundshme për shkak se marrëveshja duhet të zbatohet si e plot, pra jo vetëm pika të caktuara ose kërkesat të caktuara nga njëra palë të avancojnë tutje. Mendoj se ajo duhet të zbatohet si e plot. Dhe në të njëjtën kohë ne duhet ta kemi parasysh se duhet ta ruajmë edhe integritetin, edhe kushtetutshmërinë e vendit tonë, sepse për atë jemi të thirrur. Prandaj që mendoj që rruga për të ecur para është marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i saj në Ohër. Mendoj se kjo duhet të jetë pika në të cilën duhet të fokusohemi edhe bashkia ndërkombëtare, por edhe të tjerët. Dhe kjo mendoj se është ajo që çon rrugën, që hap rrugën përpara edhe drejt integrimit në
në instanca ndërkombëtare që Bashkimi Evropian të tjera. Po, dhe brenda kësaj marrëveshje është pra edhe çështja e asociacionit, dhe dje ministri për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës Nenad Rashi që i tha televizionit 21 se drafti i asociacionit do dërgohet në kushtetuese pas zgjedhjeve nacionale të shkurtit. Apo i shmangeni çështjes së asociacionit tani për shkak se mund të ndikojë negativisht në vota? Është mendimi i ministrit Rashić, por unë nuk mendoj se çështja e asociacionit ose çështjet që kanë të bëjnë me dialogun, janë çështje të cilat na dëmtojnë neve si lëvizje vendosin në vota. Në fakt, kjo tema të ngjashme të cilat janë me interes kombëtar janë përtej votave dhe nuk e shoh se mund të na dëmtojnë. Ajo çfarë na ka dëmtuar ose penalizuar neve kur bëhet fjalë për procesin e dialogut, mendoj është më shumë trashëgimia politike e lënë nga qeveritë të kaluara, cilat na kanë nxjerrë vështirësi edhe në dialog, por edhe në proceset e ngjashme. Sigurisht për neve do të kishte qenë më lehtë që të shkputemi nga ajo trashëgimi dhe të vazhdojmë nga aty ku kemi marrë, por nuk mendoj se ajo do të kishte qenë më mirë për Kosovën, dhe prandaj ne gjithë këtë trashëgimi e kemi mbajtur si barë në proceset në të cilat i kemi udhëhequr. Prandaj po përsëris edhe një herë, nuk mendoj se çështjet të ngjashme janë ato që na dëmtojnë realisht neve, por se veprimet tona kanë të bëjnë kryet me interesin shtetëror, pra, cili është interesi i Republikës së Kosovës, ajo është primare, për shkak se edhe ashtu mendoj që është dëshmuar tashmë që gjitha subjektet, gjithë faktorët politik, të cilët për interesa elektorale kanë lënë anash interesin shtetëror realisht për të mbajtur pushtetin, realisht janë dënuar. Pra, proceset e ardhshme elektorale realisht kanë nxjerrë rezultate të cilat i kanë dëshkuar ata të cilët potencialisht kanë bërë kalkulime të tilla. Prandaj po them prapë që nuk mendoj që është çështje që na dëmton, por që është çështje serioze të cilën duhet ta trajtojmë në mënyrë serioze nga aspekti primarisht nga aspekti shtetëror. Dhe interes shtetëror padyshim që është integrimi i Kosovës në BE. Dhe nëse flasim për këtë çështje integruese të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, presidentja e Komisionit Evropian e ka nisur tashmë një tur në këto vende, ishte në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, sot në Bosnjë Hercegovinë dhe nesër në Serbi dhe në Kosovë. Vizita e saj po shihet si një përkushtimi i Bashkimit Evropian për përshpejtimin e rrugës së këtyre vendeve në BE. Ju si po e shihni këtë vizitë të nesërme të zonjës von der Leyen në Prishtinë? Mendoj se vizita e kryetarës së Komisionit Evropian, zonjës von der Leyen, është një vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, jo vetëm për Kosovën. Këtë padyshim e shoh si rritje e interesimit dhe intensifikim të përpjekjes BE-s për afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në gjirin e saj. Pra mendoj se kjo është një gjë e mirë, një hap i duhur drejt afrimit dhe integrimit në BE. Në këtë kontekst e shoh këtë planin e zhvillimit të BE-s, planin e rritjes që përfshin 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, e shoh hap të duhur të rëndësishëm jo vetëm për Kosovën, por për gjithë Ballkanin, dhe sidomos për neve që jemi në një situatë paksa më të ndryshme. Dhe një pyetje të fundit, zoti Lau, me planin e rritjes së BE-s parashihen pra mbështetje financiare prej 6 miliardë eurosh për këto vende të Ballkanit Perëndimor, të cilat do të jepen si grante dhe kredit buta. Por për të përfituar nga këto mjete financiare, është se Kosova dhe Serbia sidomos duhet të përparojnë në dialog. A rrezikon Kosova të mos përfitojë nga këto fonde nëse çështja e dialogut mbetet e bllokuar siç është tani? Kur bëhet fjalë për dialogun, mendoj se Kosova do të jetë konstruktive, do të bëj atë që i takon, gjithnjë duke ruajtur integritetin e saj, kushtetueshmërinë, integritetin dhe sovranitetin e saj. Dhe në këtë kontekst, mendoj se duke bërë atë që i takon dhe atë që është brenda mundësive të saj, Kosova nuk duhet të penalizohet potencialisht në procesin, pra në marrjen e fondeve të cilat plani i rritjes i Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian i mundëson, sepse në këtë formë do të ishte i padrejtë. Prandaj edhe nuk pres që të kemi ndonjë penalizim të shtuar në këtë aspekt, por se gjithsesi pres edhe mendoj se do të ishte e duhur, hap i drejtë
që edhe Bashkimi Evropian të intensifikoj përpjekjet e saj në drejt avancimit të agjendës së dialogut dhe që përfundimisht problemi politik mes Kosovës dhe Serbisë të zgjidhen, duke me rezultat përfundimtar Kosovën në BE dhe në instanca tjera evropiane, sigurisht duke respektuar kushtetueshmërinë e cila është esenciale për mua si deputet, po edhe besoj që edhe për qytetarët, sigurisht edhe për qytetarët në përgjithësi. Zoti Laut, falenderoj shumë për kohën dhe bisedën. Faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi. Biseduam me deputetin e lëvizjes vetëvendosjeve Denis Lau, vazhdoni që ndroni edhe me tutje me programin tonë. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme Kreshnik Ahmeti në një intervistë për televizionin NS1 ka thënë se Kosova i ka plotësuar gjitha kriteret që të jetë anëtare e Këshillit të Evropës, por sipas tij është e vështirë politikisht që brenda aktivitit të futet në agjendën e Këshillit të Ministrave. Ai tha se kushtëzimi i anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës me themelimin e asociacionit po jep veto Serbisë në këtë proces. Bisedën me zëvendës Ministrin Ahmeti e zhvilloi kolegu Burim Zariqi. Nderuar, kur Kosova planifikon që të kërkoj që të futet në agjendë për anëtarësim në Këshillin e Evropës? Jeni duke punuar në atë drejtim? Po ajo nuk është më në planin e planeve, është në planin e aktiviteteve të cilit tashmë e bëjmë. Kosova është dashur të jetë në agjendën e Këshillit të Evropës në majin e këtij viti, në nivelin e ministrave pra, sepse jo vetëm Kosova po e kërkon këtë. Edhe Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës po e kërkon këtë. Me 16 prill të këtij viti, mbi 80% e delegatëve të Asamblesë Parlamentare, organit më demokratik të Këshillit të Evropës, që numëron 300 delegatë, votuan që Kosova të bëhet anëtare, si opinion që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret dhe i plotëson standardet në kuptimin e legjislacionit që të jetë anëtar i Këshillit të Evropës. Prandaj kjo nuk është më vetëm kërkesë e Kosovës, por është kërkesë edhe Asamblesë Parlamentare që aplikimi i Kosovës të përmbyllet suksesshëm në ministerialin e radhës. Po mund ndodh një seancë e jashtëzakonshme urgjente që të flitet për mundësinë e Kosovës të futet në agjendë brenda aktivitit po flasim? Në kuptimin politik nuk mund të them, është vështirë të parashikohet, por në kuptimin procedural kjo mundsohet që të thirren seanca të jashtëzakonshme të ministrave, pra në nivel të ministerialit të Komitetit Ministrave, ku jo domosdoshmërisht mund të jenë ministrat, mund të delegohen edhe të tjerë aty, dhe të mirët një vendim. Një gjë e tillë ka ndodhur edhe në prillin e vitit 2023, kur u ftua një seancë jashtëzakonshme Komitetit të Ministrave në nivel të ambasadorëve, me pikën e vetme të trajtimit të aplikimit të Kosovës për të bërë anëtare plot. Do thotë, ka gjasa Kosova brenda vitit që ketë hapa përpara për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Po e them këtë pikërisht për shkakun që ka sinjale nga zyrtarët lartë amerikanë dhe evropianë që Kosova duhet t'i kryej obligimet e saj që është themelimi i asociacionit apo dërgimi i draftit në kushtetuese, sepse rrezikon anëtarësimin e Këshillit të Evropës. Jemi përpara një hapi në anëtarësim të Këshillit të Evropës dhe po vije pikërisht kjo kërkesë. Pse në këtë moment? Ta sqarojmë, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është një çështje që i takon Brukselit, pra dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Çështja e Këshillit të Evropës i takon Strasburgut, është një çështje plotësisht e ndarë. Asociacioni asnjëherë nuk ka qenë obligim për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Kemi vizitat e juristëve eminent të Këshillit të Evropës, të cilët nuk e kanë përmendur asociacionin si obligim për anëtarësim. Kemi vizitat e 3 raportueseve politike të Këshillit të Evropës, të cilat në fund e bën opinionin që u votua me mbi 80% të delegatëve të Asamblesë Parlamentare, ku nuk përmendet asociacioni si parakusht. Aty qartë thuhet që është pika 12.4.4 e këtij opinioni, që thotë që bëhet thirrje për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Brukselit, pra është fjala për marrëveshjen e fundit, ku bën pjesë edhe asociacioni. Pra nuk vihet ekskluziviteti tek një pikë e kësaj marrëveshje. Në bazë të kësaj, ne kemi edhe letrën e zotimeve të 3 krerëve institucional, presidentës, kryeparlamentarit dhe kryeministrit, që zotohen për zbatimin e kësaj marrëveshje për brenda Kushtetutës Republikës së Kosovës.
Për më tepër, vetë zonja Bakojani, raportuesja kryesore, cila siç e dim është ish ministre punëve të jashtme të një shteti mosnjës Greqisë, në asamblen parlamentare deklaroi që asociacioni nuk është një obligim i njëanshëm i Republikës Kosovës. Është pjesë e një marrëveshje që është e dyanshme, prandaj nuk mund të futet si parakusht në opinionin e Këshillit të Evropës. Jam e dim që herën e kaluar dështoi pikërisht për shkak kurzimit që i bëri kryesisht Franca, Gjermania për folën e disa vende skeptike që nuk u fut në agjendë. Tash për shembull Gjermania Sarazen tha që topi është tek qeveria. Po ashtu ambasadori britanisë tha po ashtu që është topi tek qeveria që ta dërgoi draftin në asociacionin kushtetuese për interpretim përpara hapit për antarësim në Këshillin e Evropës, sepse mund të dështoj. Edhe O'Brien e tha një gjë të tillë e përmendi Këshillin e Evropës. Do thotë sikur është vendosur një kusht jo zyrtar i përfshirë në kriteret që i ka pas Kosova, a do të marrë qeveria hap për dërgimin e kësaj për të siguruar që do të antarësohet në Këshillin e Evropës, hap për dërgimin e draftit në kushtetuese apo jo? Ne jemi të interesuar që të antarësohemi në Këshillin e Evropës dhe në cilën do organizat tjetër në bazë të meritave të cilat i kërkon ajo organizat që ti kemi. Në Këshillin e Evropës është organizata kryesore në Evropë për sundimin e ligjit dhe drejtat e njeriut dhe aty tashmë vetë Këshilli i Evropës thotë që ne i plotësojmë standardet plotësisht. Madje në kuptimin e të drejtave të njeriut, juristët eminent theksojnë që Kosova, legjislacioni i Kosovës është mbi standardet ndërkombëtare. Pra, ne jemi të gatshëm të punojmë për çfarëdo që kërkohet në suazat të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit për brenda Këshillit të Evropës. Por, ne tashmë kemi plotësuar këto standarde. Zonja Bakojani, raportuesja kryesore, ka thënë publikisht që asnjë shteti antar të Këshillit të Evropës më parë deri më tash nuk janë kërkuar kaq shumë kushte e kriteri siç janë kërkuar Kosovës dhe Kosova i ka plotësuar të gjitha nga ato. Sa i përket asociacionit të marrëveshjes së Brukselit, topi është tek Serbia, jo tek Republika e Kosovës. Kosova është ajo që shpreh interesimin që të nënshkruhet kjo marrëveshje në mënyrë që të zbatohet në tërësi. Pra, është e qartë që Serbia duhet ta tërheqë letrën që e ka dërguar ish kryeministri atyre në BE se praktikisht tërhiqen nga ajo marrëveshje, duhet të nënshkruhet marrëveshja dhe për të krijuar një mirëbesim duhet të dorëzohen terroristët që e bën sulmin terrorist agresionin në Banjsk. Që shek këto kurzime? Pra, nëse nuk është e ndërlidhur procesi i dialogut me procesin antarësimit në Këshillin e Evropës, që shihni ju si përfaqësues të qeverisë kurzimet që vijnë në këtë aspekt, do thotë themelimi i asociacionit përpara antarësimit në Këshillin e Evropës. Është kurzim i hapur, ta themi kështu. Unë mendoj që nuk e vendos Këshillin e Evropës në një dritë të mirë, sepse një organizatë për drejtat e njeriut shfrytëzohet si levë presioni për një proces tjetër. Në anën tjetër duhet ta kemi parasysh që është edhe në vetë interesin e Këshillit të Evropës që të bëjë një antar shtesë siç është Kosova, sepse Kosova është vendi i vetëm demokratik në Evropë që nuk është pjesë e Këshillit të Evropës dhe Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut nuk ka jurisdiksion në territorin e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, duke e kushtëzuar antarësimin e Kosovës me një çështje që nuk ka të bëjë me Këshillin e Evropës dhe që kërkon zgjidhje në Bruksel, ku procesi është bllokuar nga Serbia, i jepet veto Serbisë mbi këtë antarësim dhe për më tepër i pamundsohet komunitetit serb në Kosovë fuqizimi i të drejtave për brenda kushtetutës dhe konventave të Këshillit të Evropës dhe monitorimi i zbatimit të atyre të drejtave. Pra paradoksalisht, duke e pamundsuar antarësimin e Kosovës me thirrjen që duhet të bëhet diçka për drejtat e serbëve, në fakt po pamundsohet mbrojtja e atyre të drejtave dhe sot të gjitha komunitetet, po përfshirë komunitetin serb përderisa po tentohet bëhet ndërlidhja me dialogun në Bruksel, nuk kanë të drejtë të apelojnë vendimet e institucioneve gjyqësore të Kosovës në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nesër viziton Kosovën, ku do të zhvillojë takime të ndara me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Rruga integruese drejt BE-s dhe plani rritjes do të jenë në fokus të takimeve. Zyra e BE-s në Kosovë bërë të ditur për radio televizionin 21 se pas takimeve me presidenten Osmani dhe kryeministrin Kurti, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të mbajë një konferencë të përbashkët për media me presidenten Osmani. Vizita e von der Leyen në Kosovë vjen pas vizitës së saj në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Bosnjë e Hercegovinë,
dhe Serbinë. Ndërkohë, shqetësim mbetet ndërlidhja e përfitimit të mjeteve nga plani rritjes me përparimin në dialogun me Serbinë. Pushteti thotë se një gjë e tillë do të ishte pa drejtësi, pasi që Kosova nuk është bllokuese dialogut, derisa thekson se mos përparimi në dialog rrezikon thithjen e mjeteve nga plani rritjes. Në takimin e nesër pritet të diskutohet për zbatimin e agjendës së reformave dhe planit të rritjes, përfitimit për Kosovën dhe qytetarët tanë, marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian dhe rrugën tonë integruese, tha përparim Kreziu për Radio Televizionin 21. E duke folur për vizitën e von der Leyenit në Kosovë, kryetarja e Komisionit Parlamentar të Punëve të Jashtme nga radhët e vetëvendosjes, Arbresh Kreziu, thotë se Kosova ka pranuar mjaftueshëm dhe ka punuar në fakt mjaftueshëm drejt integrimit në BE dhe përfitimin e mjeteve nga plani rritjes, duke mos pritur ndonjë pengesë për përfitimin e këtyre mjeteve. Ndërsa antari i këtij komisioni nga radhët e PDK-s, Gjavit Haliti, vlerëson se vizita e presidentes së Komisionit Evropian në Kosovë është në kuadër të presionit ndërkombëtar për zbatim të marrëveshjeve të dialogut, duke shtuar se mos përparimi në dialog rrezikon thithjen e mjeteve financiare nga plani rritjes. Po sigurisht kjo edhe do t'jetë besoj arsyeja pse von der Leyen do ta vizitoj Republikën e Kosovës nesër, edhe pse nuk është hera e parë, sepse kemi parë që nuk ka kohë të gjatë që ajo tashmë ka qëndruar në një vizitë të tillë në Kosovë, dhe sigurisht që kjo ndërlidhet edhe me planin e rritjes, por të njëjtën kohë edhe me fondet cilat Kosova mund t'i përfitojë nga plani i rritjes në rast se i shtym përpara agjendat e veta. Unë besoj që në këtë drejtim ne kemi punuar mjaftueshëm mirë dhe konkretisht hapa që kemi bërë së fundmi, qoftë me zhbllokimin e CEFTA, qoftë me liberalizimin e vizave për qytetarët e Bosnjës, mendoj që kanë qenë dy veprime konkrete që kanë treguar që Republika e Kosovës është e përkushtuar të veprojë, që t'i parafrohet procesit integrues dhe të njëjtën kohë të përfitoj prej këtyre fondeve prej Bashkimit Evropian. Pra, mendoj që pak a shumë vizita do ndërlidhet në këto tema që kanë të bëjnë me procesin e integrimit, dhe unë besoj që Republika e Kosovës do t'jetë përfituese e këtyre fondeve, sepse është angazhuar dhe ka punuar në këtë drejtim që t'i përmbush kriteret që neve si shtet na janë kërkuar në që t'jemi përfitues të këtyre fondeve. Nuk besoj që Kosova ka qenë arsyeja pse procesi i dialogut nuk ka përparuar, dhe unë besoj që Bashkimi Evropian duhet ta shohë në këtë mënyrë, në rast se duan që ndonjërin shtet ta bllokojnë për shkak të një arsye të tillë, sepse nëse procesi i dialogut është bllokuar dhe nuk ka pasur përparim, është për shkak se Serbia nuk ka pranuar që të bashkëpunojë qoftë me Kosovën, qoftë me Bashkimin Evropian, që t'i përmbahet marrëveshjes bazike. Dhe unë besoj që këtë tashmë e kanë të ditur edhe vetë Bashkimi Evropian, por edhe vetë aktorë të ndryshëm brenda Bashkimit Evropian, dhe janë të vetëdijshëm për faktin që ky proces është bllokuar dhe është penguar prej anës së Serbisë. Prandaj mendoj që në këtë rast do të kishte më qenë pa drejt në qoftë se kjo ndërlidhet specifikisht me Kosovën, sepse s'ka qenë Kosova bllokuese, as penguese. Ne në vazhdimsi kemi bërë thirrje që të nënshkruhet marrëveshja bazike dhe të ecim përpara me atë çfarë marrëveshja përmban. Një gjë e tillë nuk është pranuar nga pala tjetër dhe kjo është arsyeja pse procesi i dialogut është bllokuar. Por ama Kosova nuk ka qenë arsye, përkundrazi në vazhdimsi jemi munduar që të veprojmë në përputhje me atë çfarë është kërkuar nga Bashkimi Evropian, që t'u tregojmë atyre që ne të vetëm rrugë që e shohim është ajo drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe nuk kemi orientime të tjera siç aktualisht ka Serbia. Prandaj mendoj që është mirë që von der Leyen po e bën këtë vizitë në Ballkanin Perëndimor dhe ndoshta mund të flas nga afër me përfaqësuesit shtetëror shteteve të Ballkanit Perëndimor, në këtë rast më konkretisht me ata të Serbisë, që tu bëj thirrje që të zhbllokojnë procesin në mënyrë që asnjëri prej shteteve të mos pengohet pse këtë dëshiron ta bëj vetëm një prej tyre. Nuk kemi ndonjë arsye për të mos përfituar, sepse as nuk kemi bllokues procesit të dialogut, as nuk kemi mos pranues të marrëveshjes bazike, as nuk e kemi shkelur ndonjëherë atë dhe as nuk kemi qenë ndonjëherë në koordinim me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në situata të caktuara. Pra kemi bërë vazhdimsi veprime që janë në përputhje me këtë politikë dhe kemi bërë vazhdimsi veprime që tregojnë që jemi të gatshëm të ecim përpara në rrugën tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Nuk pres diçka të jashtëzakonshme që të ndodhë, por pres që mesazhet e zonës von der Leyen të jenë ato që i kanë pas si mesazhe, duke përfshi këtu edhe shefin e drejtorin e CIA-s,
edhe delegacionet e një pasnjëshme që kanë ardhur, por edhe në bisedime dhe deklarimet që janë bërë nga zyrat e Bashkimit Evropian lidhur me marrëveshjen Kosovë-Serbi. Zonja Lajan do të vjen ashtu siç ka shku në gjithë rajonin, ka shku në Shqipëri dhe ka mbështet qeverinë e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe në hapjen e atyne që kanë fillu negociatat për fillimin e kryerjes së detyrave që ka Shqipëria për të hyrë në Bashkimin Evropian. Mesazhin që është i njohur me vite për Maqedoninë e dërgoj prap, qoftë për njohjen e të drejtës së bullgarëve që të jenë popull shtetëformues në Maqedoni, qoftë për kryerjen e detyrimit që kanë për korridorin e 8 për ta hapur rrugën për Maqedoni, për Bullgari. Tani kjo në Kosovë është një vizitë e veçantë. Uroj që të jetë e suksesshme edhe për zonën Lajan edhe për neve si Kosovë edhe për qeverinë e Kosovës, pse jo, unë nuk dëshoj që të ketë pasoja askush në Kosovë, por mendoj që janë hapat e fundit të një presioni shumë të madh që do të vijë pas zgjedhjeve për të filluar zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara në Bruxelles dhe të zotuara në Ohër. Sigurisht, unë e kam thënë sa herë, sepse në demokraci përdoret shkopi dhe karota, ose në diplomaci, por me qenë se Kosova, për shkak gabimeve të qeverisë Kosovës, është nën sankcionet të BE-s, normalisht që nuk mund të levrohen ato mjetet të cilat janë ndarë për Kosovën, në qoftë se ne nuk i zbatojmë detyrimet që kemi ndaj marrëveshjeve tona, ndaj zotimeve tona dhe ndaj qëndrimeve që ka BE-a. Ne duhet të zbatojmë marrëveshjet tona. Në qoftë se ata bëhen pengesë, atëherë le të metet presionin ndaj atyre, jo ndaj nesh, sepse deri tash Serbia ka qenë e suksesshme me akuzat që ka bërë ndaj Kosovës për në një farë mënyrë paraqitjen e Kosovës në botë që po zhvillon ose është duke bërë një farë lloj segregacioni, një farë lloj presioni ndaj qytetarëve serb në Kosovë ose ndaj serbëve në veri. Pra, ne duhet të kryejmë detyrat tona, ose Serbia le të kryejë detyrat e veta. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Në Prishtinë janë vendosur disa grafite denigruese për ish deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fadil Geci, i cili këtë javë ka dëshmuar në procesin gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi. Njëri prej të cilave është vendosur në pllakën përkujtimore të ushtarëve të KFOR-it, e cila gjendet në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Në të është vendosur edhe një fotografi e Gecit ku ai shihet duke dëshmuar në Hag. Në vendet ku janë vendosur grafitet janë parë edhe zyrtar policor gjatë ditës, megjithatë policia e Kosovës nuk ka dhënë informacione lidhur me këto grafite. Ish deputeti Fadil Geci gjatë dëshmisë para dhomave të specializuara në Hag ka theksuar se ish presidenti Hashim Thaçi e ka pasur synim pushtetin dhe se për këtë arsye ai ka dashur t'i eliminoj pjesëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e të cilët i ka parë si pengesë. Geci ka theksuar se disa shokë të tij nga dega LDK-s në Drenic janë vrarë dhe janë kërcënuar. Ndërkohë, Gani Geci ka reaguar ashpër pas grafiteve denigruese që janë shfaqur në Prishtinë kundër vllait të tij, Fadil Geci, pas dëshmisë që dha për 3 ditë rresht të paradhomave të specializuara në Hag. Ku janë, hajde, qëre, a pësheni këtë, këtu jam une, hajde, këtu, ku të dojnë? Ku janë ata ojnë, hajde këtu jam une, Gani Geci jo këtu ditë natë, për ditë. Hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës kanë arrestuar një zyrtar policor mbi dyshimin për ngacmim seksual të njëjtën brëma në Pej. Përmes një komunikate për media,
Ata kanë bërë të ditur se me vendim të prokurorit kompetent, zyrtarit të dyshuar ishte caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Kosova ka legjislacion në harmoni me Bashkimin Evropian për luftimin e korrupsionit, por sfidë mbetet zbatueshmëria e tij. Megjithatë, për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit shqetësues po konsiderohet edhe mënyra se si këto ligje po i interpretojnë institucionet e drejtësisë. Kështu tha në konferencën për transparencën, përgjegjësinë dhe drejtësinë, demaskimi i korrupsionit organizuar nga organizatat jo qeveritare Aktiv dhe ACDRC. Ali bih također iskoristio priliku da vas pozdravim. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshka, i theksoi se si agjenci po ballafaqohen me mungesë të burimeve njerëzore dhe financiare për zbatueshmërinë e ligjeve që parashohin fushveprimin e kësaj agjencie. Për ne, dy janë pengesa kryesore të cilat janë direkt në punën tonë, ajo është burimet e kufizuara njerëzore dhe burimet e kufizuara financiare, e cilat pastaj e kanë edhe implikacionin e tyre në zbatimin dhe në kualitetin e punës tonë të përditshme. Kemi mjaft shumë ligje në Kosovë, cilat fillimisht hyjnë në fuqi e pastaj bëhet një vlerësim i tokave financiare të tyre, duke vonuar me yjet të tëra futjen ashtu siç duhet në fuqi. Kemi pasur në vitet e fundit një përditësim të legjislacionit, i cili na ka kufizuar mjaft shumë veprimtarinë në aspektin pozitiv, po në anën tjetër ka munguar burimet qofshin njerëzore dhe financiare për të zbatuar në mënyrë të ashtu siç kemi thosë si agjenci. Buleshkaj shprehu shqetësime edhe për mënyrën se si institucionet e drejtësisë po e interpretojnë legjislacionin që prej këtë agjencion. Prokuria nuk na nje as si fal kurdo që apelojnë vendimet e prokurisë themelore në prokurinë apelit. Do të është një për ne është mjaft shqetësuese sepse dëmton thelbin e qëllimit të legjislacionit të cilët ne e zbatojmë. Për kësaj kemi edhe një hap, sipas neve është jashtëzakonisht negativ, i cili ka ndodhur kohët e fundit nga Gjykata Supreme. Ku Gjykata Supreme e ka interpretuar që shkelje e ligjit për deklarimin e pasurisë, këtë fakt është vetëm në qoftë se pasuria pa deklaruar është e fituar në mënyrë të kundërshme. Do të se cila ka rrjedhur për banka nuk do të jetë shkelje. Kjo është një praktikë tepër e keqe, e cila ne friksojmë që do të jetë tashmë prevalente dhe e prek substancën e qëllimit të ligjit. Komisionerja për informacionin dhe privatësinë, krenare Sogojeva Dërmaku, u shpreh se ligji për qasje në dokumente publike ndonse i harmonizuar me direktivat e BE-s në një të ardhme të afërt duhet të plotësohet. Ligji hapur dhe ka lënë gjurmë edhe sot për to 3 vite të zbatimit të tij në transparencë dhe rritjen e llogaridhënies për institucionet publike, e rrjedhimisht prej kësaj edhe luftimin e korrupsionit, e them këtë nga se dihet që transparenca është një prej parimeve thelbësore që mund të luftoj korrupsionin. Ka një rritje të ndërgjegjësimit, sidomos të qytetarëve, në kërkesat e tyre dhe besimit tek institucioni, tek agjencia në këtë rast për marrjen e informatave publike që ata dojnë t'i kenë. Edhe avokati i popullit Naim Qelaj u shpreh se Kosova ka legjislacion në harmoni me direktivat e BE-s për luftimin e korrupsionit. Qelaj e konsideroi si sfidues mungesën e një ekspertize të mirëfillt në trajtimin e korrupsionit. Kem shumë sfida kur qëllimi jonë është merremi me trajtuar çështjen e korrupsionit. Edhe barierat janë të natyrave të ndryshme, të fillu prej mungesës një ekspertize të mirëfillt që nuk ekziston në Kosovë, se si me u qasë dhe si me trajtu korrupsionin në gjitha nivelet, pastaj të mbështetja jo e mjaftueshme e gjitha aktorëve kyç shoqërisë që mundin me dhënë një kontribut veçantë në luftim edhe në parandalim të korrupsionit.
Të përfundojmë emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.